Zonja zotëri, momenti I galerisë. Dhe galeria sot është pak... është gabim Artur ta qymë ushtarake? Disi. Artur Meçollari në galeri dashur miq. Aktualiteti na bën që ne të kemi këtu një personalitet të elitës ushtarake shqiptare për të mësuar diçka më shumë për atë që ndodh rreth vendit, po për të mësuar edhe pak më tej origjinën e Artur Meçollari që ne shohim gjithmonë nëpër Shqipëria Live, Top News, e kemi figurë familjare këtu në Top Channel në përgjithësi. Artur, faleminderit për ftesën. Çfarë thotë ti kur ju prezantojnë si përfaqësuesi elitës ushtarake shqiptare? Kam qejf ta them këtë sepse nuk e di pse më shumë se tani kemi nevojë të kemi elitë ushtarake. Nuk e di pse mora shkas edhe para ca ditësh që doli një deklarate mbas amerikane që tha Shqipëria rrezikone, këto gjëra që thot ajo, po të vjen mendja direkt, ore po ushtria jon. Shiko, ushtria aty është, po ushtria është një çik më pak e dukshme. Edhe për arsye të misionit, të detyrave që ka, nuk është shumë e lidhur me terenin, mjedisin publik për shkak të detyrave, ja vetëm disa njësi apo se reparte që kanë lidhje, si kryesisht për shembull ato të kërkim shpëtimit apo të emergjencave. Ore, kjo vendi NATO-s që jemi ne, do të pyes shumë troç tani. Ta zëm, kjo raketa që nes nga Irani, ka shanse ta godasi Shqipërinë si një vend NATO-s? Jo. Do të thënë jo. Jo. Zero rreziku. Zero rreziku, shiko, duhet jemi të qartë. A pra? Sepse njerëzit Irani nuk ka raketa që sot të arrin deri në Shqipëri. Po. E para nga pikpamja. Pastaj do të kalojnë Turqi, Greqi. Përveç kësaj, nuk ka raketa që të vinë dhe sikur të ketë, duhet të kalojnë në territorin e Turqisë, Qipros, Greqisë dhe pastaj të mbërrinë në Shqipëri. S'ka sens. Që do thotë nuk ka hyrë në hapësirën e NATO-s dhe hyrja në hapësirën e NATO-s do thotë që është eliminuar përpara se të vinë në Shqipëri. Ne jemi në qendër të NATO-s, kështu që nuk ka asnjë shans. Prandaj unë në fakt ato ditë që doli ky lajm, dola shumë në media, dola edhe sepse në fakt më menim shumë në telefon kur doli kjo dhe kishte njerëz që kishin ndënjur pa gjumë gjithë natën. Qesh shqetësuese si gjë po. Ishte shumë shqetësuese. No panik dhe kjo është e rëndësishme. Një galeri ushtarake tham dashur miq, njohim pak më shumë historinë e Arturit, I themi me emër tani se e kemi pa koleg. Artur, bëjmë falenderim për sponsorin ton Lazaroe, vendi dur për vetbesimin çuna burra, shkoni atje sepse mbjerja e flokëve aty të bën të humbësh 10 vjet. Shife shkruaj. E nisi me një foto Artur të prindërve të tu dhe do të jetë foto në Sazan kjo. Foto bardhëzisht shumë e bukur. Kjo po, jam prindër mi sapo martuar. Unë nuk kisha lindur akoma kur del kjo foto. Edhe do të thësh një foto që e mbajmë në shtëpi, domethënë këtë foto gjithmonë, domethënë kudo që jemi. Si quhet babai dhe nëna? Babai më quhet Bilbil, kurse mamai quhet Kimete. Që shqyr zotit janë mirë akoma? Janë, me thënë, babai është 88, mamaja është 86. Ushtarakët kanë disiplinë. Po, ka disiplinë shumë të fortë. Nuk kanë abuzuar. Ka disiplinë shumë të fortë. Si e kujton pak fëmirin tënde edhe më tregoj çik më shumë për prindërit. Ku e njohur këta se është e bukur kjo histori? Këta e njohur në Vlorë. Sepse babai filloi punën në Vlorë. Babai ka filluar punën, ka ardhur marinar në 57-ën, në Vlorë, në Pashaliman. Dhe ja, këtu është babai kur ka qenë marinar. Më bukur kjo foto. Domethënë, dhe ka ardhur nga Korça. Dhe aty u njoh me maman, po ishte në oficer, janë martuar në vitin 65. Po nëna është nga Vlora? Është nga Vlora, është vlonjate, ka lindur në Vlorë. Që pas ke marrë një gjysmën e mirë të vlonjate në jetën tënde se pas ke nëna. Po çfarë do thotë një korçar dhe një vlonjat? Çfarë lloj lidhje është një korçar dhe një vlonjat? Janë të shpeshta këto lidhje? Lidhje shumë e mirë, është më e mirë se sa një korçar dhe një vlonjat. Pse ma shpjego pse? Është si thënie, më thënë thonë në korçare oj çfarë, por në fakt nuk është aq e vërtet si shprehje. E bukur është sepse dhe Korça dhe Vlora janë dy qytete me goxha personalitet. Unë do të thënë këtë nga lidhjet e para që dëgjoj të qytetet kaq jo, bukur. Në Marin ka pasur. Nga Marina si duket. Në Marin ka pasur, se vinin nga rrethet dhe nifin gocat në Vlorë dhe në aty jetonin edhe, kështu që edhe po për 2 vjet unë kam lind në Vlorë faktikisht. Normal. Në Sazan nuk ishte maternitet. Dhe pastaj mbas 2 muajsh shkuam në Sazan, ja këtu jam me motrën se unë jam binjak.
Je binjak me motor. Vetëm një motor kam, 2 fëmijë jemi, edhe këtu jemi në Sazan poshtë në bazë, se aty kishim shpinë, bi bazë kishim shpinë, Po, edhe jemi aty edhe po të shikosh janë fjerat, ferrat, në më thënë që ka si qëtë motra? Elca. E bukur kjo. Si ka qenë në dy binjak, si ka qenë fëmijëria? Jo, si e kujton? si çdo familje që ka 2 binjak, zakonisht fillojnë edhe shkojnë në moshë të madhe. Në moshë të vogël, do me thënë, kur nuk ka diferencë në moshë, ka dhe shumë kontradita, edhe unë me motrën nuk kam se s'kam pasur, po pastaj me kalimin e moshës fillon njeriu bëhet më tolerant, kështu që edhe të kuptohet që tani shkojmë shumë mirë. Motra aktualisht jeton në Vlorë dhe kujdeset dhe për prindrit. Osa mirë. Kështu që se unë jam në Tiranë, por që vete një 2 javë. Pastaj shkollën fillore i filloi në Vlorë. Shkollën fillore po në Vlorë. Ku keni jetuar në Vlorë, çfarë vendi? Ne kemi jetuar fillimi këtu te Kalitrojës. Te Kalitrojës. Mo aty te Kalitrojës. Në pallatet aty. Në pallat aty. Dhe deri në klasë 8 kam qenë në një klasë me motrën. Kemi qenë në një Ka klasë. shkollë fillore në Shkollën fillore kam bërë Ismail Qemalin. Po. Dhe në bas asaj, pastaj me motrën ndava, e vazhdoj të përgjithshme, unë vazhdova industrialen e Vlorës, kam mbaruar industrialen. Dhe në bas asaj, pastaj vajta në shkollë të Marinës si me detyrim. Rim pak ke fëmijëria në Vlorë, si ka qenë kjo fëmijëria në Vlorë? Lozi, shiko, atëre kishte shumë hapësira dhe lozim shumë futboll. Shumë futboll duhen në Vlorë atë. Shumë futboll, do me Mes pallateve në fushë. Edhe në rrugë. Edhe në rrugë, aty te shkolla industriale ku unë kam shtëpinë gjitur me shkollën industriale dhe aty tek ajo rruga luani futboll. Kuptohet që atëre nuk ishte kaq makina sa ka sot. Dhe kuptohet që e parandaloje, shoferët ishin më të kujdesshëm. Po Vlora ka qenë e bukur gjithmonë. Ishte e bukur dhe lozin shumë futboll. Ka pas. Po, pastaj gjë më interesante ka qenë kur iknim te Kalaja. Po kjo ç'është fotografi ekipi? Kjo është ekipi i futbollit i klasës tonë në shkollë të Marinës. Shkolla e Marinës. Shkollë të Marinës kemi qenë. Se ti ke mbaruar shkollën e Marinës në Vlorë. Që është aty shkolla e Marinës tradicionale. Lugomarja. Po Lugomarja, që është akoma më duket si. Është akoma si godin, po jo si që do prishi, se ku dëgjoj. Do prish, edhe ka marrë. Shkolla jo, po s'do ketë më shkollë marine? Jo, po nuk ka më shkollë marine. S'ka më shkollë marine? Ja, nuk ka. Është prirur ka që nga 2004 që nuk ka. Je mërzitur ti që s'është më shkolla marine? Janë mërzitur të gjithë marinarët. Na duhet një shkollë marine ne? Natyrisht. Po pse e ndërpren? Shiko, ku i përgatisim kuadrët e marinës në reforma kryesisht deri tani jashtë ose sa kurse 9 mujore. Tani ka filluar një universitet i ushtarak i cili përgatit marinar, po i përgatit në Tiranë. E kuptova. Dhe nuk ka praktik problemi. Ka qenë, flasim pak për shkollën e Marinës, çfarë shkolle ka qenë? Edhe kjo foto është nga ku e shkolla e Marinës? Edhe kjo nga shkolla e Marinës. Çfarë shkolle ishte kjo shkolla? Çfarë përgatiste? Çfarë tradite kishte nga detar, profesioni ishte detar dhe komandues detar. Ne diplomën në fakt e merrim komandues detar, që është niveli më i lartë i diplomimit, është mbi navigatorin. Që drejtonit edhe anije ushtarake, po edhe anije civile. Atje kishte 3 deg. Kishte për luftarake, tregtare dhe peshkim. Kryesisht bënin të njëjtin program, vetëm marina tregtare dhe ushtarake ishin 4 vjet, kurse peshkimi ishte 3 vjet. Por dhe ata mësonin të njëjtat programe ushtarake si dhe ne, sepse ishin oficera në rezervë. Dhe këto ishin 3. Shkolla e Marinës, numri më i madh i studentëve që ka patur ka qenë 140-150 vet për 4 vjet. Çfarë vitesh ka qenë kjo? Ka qenë vitet 86, 87. Kush drejtonte, kush ka qenë i komandant? Atëre ka qenë komandant